SPAK ka bërë të ditura të dhënat e fundit në lidhje me krimet zgjedhore. Me anë të një njoftimi, prokuria e posaçme thotë se janë administruar 123 materiale kallëzuese, ku 35 prej tyre kanë kaluar në fazën e hetimit, pra janë regjistruar si procedime penale. 22 vendime për mos fillim penal, ndërsa 16 materiale kallëzuese janë dërguar për kompetencë në prokurinë e rrethave gjyqësore. SPAK ka njoftuar se 10 materiale janë dërguar për verifikim në Drejtorinë Vendore të Policisë për informacion shtesë ose për kryerje të veprimeve të para, ndërsa një material është bashkuar me një çështje tjetër ekzistuese. Në lidhje me 35 procedimet, 20 janë iniciuar në bazën e referimeve nga Policia e Shtetit. 8 procedime janë nisur kryesisht nga prokuria e posaçme. Vetëm 3 kanë ardhur si rezultat i kallëzimeve nga shtetas të ndryshëm. 2 kallëzime të tjera janë nisur nga kallëzime të subjekteve politike dhe 2 të fundit janë referuar nga prokuritë e rrethave gjyqësore. 29 procedime janë regjistruar për veprën penale korrupsion aktiv në zgjedhje. 4 procedime janë regjistruar për korrupsion aktiv ose pasiv në zgjedhje, ndërsa një procedim është regjistruar për veprën penale përdorimi i funksionit publik për qëllime politike dhe një procedim tjetër është regjistruar lidhur me veprën penale të përdorimit të funksionit publik për qëllime politike dhe shpërdorimi i detyrës, thuhet në njoftimin e prokurisë së posaçme.